ditës din 2025. Kjo është rritje mashtruese. FMN-s tërë në telefon, Se unë e te... Që nëse do një shpjegoj se... Veç që do jënë profesionist ekonomi kam studiu. Na jemi ma fukaro. Publike, po na jemi privat. 2018 A tu ka rrit ty? Lutem. Ty personalisht. 2018 Palbe, shumë më intereson ba ajo pjesë. Intereson ty argumentet ku publiku shumë më intereson të dajon 80.000 vetë. Në publik të punu. Ku më intereson privat, ti ju atu ka rrit poga. 2018-ën, s'është më rëndësi, nuk është. Vesë ta bëj pyetje ne. Nëse siklet tani. Tani bëjmë debat nesër në mes vetë. Nuk e këshyrin, nuk e kam rat mentalitetin, nëse unë jam mirë Kosova mirë, nëse unë jam keq Kosova keq. Jo, po ti çka do të bëj? Po me ti shkopin e mot ti të. E mot që është populli apo përpara. Jo, ale matush. Po ja gjini ton me gjem. Që banovat Komunësi, që unë jam varfrupi që unë varpirin populli banova shumë intereson mu. Ata i kanë punë të mirë, janë u knaqet. Normalisht me punën e vetë në atë sfojë. Se për shtaku më apo pyetje. Amo jo, shiko. Matushi. Shiko. Shiko aty që bashkon publiku në Albini. Kenon dëgjoj që. Komunësi që unë jam varfrupi që unë Altinin po. Investimet e drejtë Matushi. Ç'a më thon tash, po qeverinë s'kesh apo pse unë jam varfruar? Sigurisht që ke. Jo. Pse ju nuk ardh për Krenorin, ardh për Kosovën. Dush me këshur Kosovë. Krenari është pjesë e Kosovës. Kosovë, Krenari, aso. Është një Krenar, Edhe me dojë si ti. Edhe da dojë si ti. Ja, t'lutna. 250 euro kun 2018. Jo. Tash është 450 euro. 80 milion. Tash thot investimet e drejt politika të huaja. Të cilat janë çato banesat, të cilat ardhoni e din që janë fshehtë. Matoshi, nishin ta kena shpjegu që të sen. Edhe po ta shpjegoj edhe një. Po shoh investimin. Shqiptar po bën banesën tokën e vet. Po aty çfarë investimi është ai? Aty so fabrika e cimentit funksionon. Aty so fabrika e bllokave funksionon. Aty so fabrika e gypa e tujit funksionon. Rryma. Po çfarë investime tuja azo? Ato krit Je duke ma kujtu një koleg analist gazetar. Do të çatje veç. Po del atje, del do ta merre karikën del atje. Je duke ma kujtu një koleg analist kur damatar një lider politik